moj vajza ka qite. Nise erdhët në studion e televizionit Klan. Në studion e Stopit. Në njërën nga studiot e televizionit Klan. Studion e Stopit. A keni vonë rej për shumë kur dini? Mirë, jo, i sekund. Se është një detaj që ndoshta dhe mund mos a themi po. Jo. Ne mos ta ndaj shtylla. Jo, shikoj. Shumë kur buzlanës dalin ka se mirë pleqt e kuptoj që sumba prostata. Po këta, kështu burra, gjithë ato burra. Po edhe atyre ndoshta sumba. Gjen një pemë kaq. Edhe janë sa unë. Janë sa unë. Edhe pema është kaq, edhe në qife mrapa pemës me të me. Janë si ato që janë kaq në plazh dhe veshin tanga. Qyqa. E morën vesh Kevit, pas ka lënë e dashura, po kënu dhojnë që djetë Jo është këngë qamet, nuk ka kemi me qamet. Ka javën kështu me këtë ritmin. Edhe mbaje mend ta mbaqë. E mban mend dashuri thot që keshëm dhe moj. Mbaje mend ta mbaqë. Gjeja të pjesën e ysit të atit të qeka këngëtarit të mirë. Hysen Allushit. A je këndon. Hysni, oke. Atere, vajza ju i keni dëgjuar njërë këngët qame mi vajza? Si jo, e dini eksodin qami sërin e tyre? Pa tjetër që e keni dëgjuar besoj po, pa tjetër, ha? Of mo... Po hymë në detaje se përsëri vajza sa përsëri. Trevat më të bukura të shqiptarisë, ndër kostumet më të bukura, ndër këngët më të bukura janë atje në Çamëri vajza. Në Çamëri. Bëni kuriozën e shkojni shikojni se si gjegjo. Pa tjetër. Vetëm se sot për të shkuar atje duhet kalosh kufirin grek, po tjetër mua bet, mos hyni aty në gjërave. Mos ta hapni tash probleme. Se tha dhe fisha atere, kjo nuk është për ju se ju e dini, për këta që nuk e din. Në poezinë e ti tha, se baj vu Shqipnis kufi, pra Balkan do t'lahet në gjak. Hajde e marë buri dhe jo të gjithë. Da me thënë, në. Vajza ju e dini, vajza, që nuk e dim se në kapi, kjo pjetët e gjikë shumë me qikë. Po vete hape me këtë historikë shumë. Jo, se ju e dini që Republika Shqiptare, pra Shqipëria kufizohet në Malë të Zi me Shqiptarë. Në Malë të Zi kufizohet me Kosovën. Oke. Në Kosovë dhe Macedonin, edhe kështu vjen. Edhe s'postohet dhe për balë Italisë da vjen Greqia. Teknologia. është kjo arta digitale që e ka... Vetëmi shtet në botë vajza që kufizohet me Shqiptarë. Me Shqiptarë, anë në kanë, kudo jemi vetëm Shqiptarë. Nese, e lem të mua betë, se për në bëjnë non grata, e Macedonia dhe Malizi. Mos ka problemi, bëjnë pushime në Spanjë. Oke. Mirë mbrëma përshëndetje, mi shëtini sonë në stoftë në Klan. Hajde, mbrëma shqiptarë, ju i zoti gjithve. Amin. Hajde, mi gotë, hajde. Po pse një vesh sot me dzeza, apo jo, ha? Apo, që qëlloj, ka garderobi me së mjullë. Leti bie, pyti bie. E bëjnë që të fshejnë ca kile. Pse keni shtua? Pas ke piqi, Unë për vete këshu e bëj, kur të fshet ca kile. Desar, ca kile? Dretën, ca kile? 2 kile, minimalja. Levis, sa kile? 3. Jo, thot zyshët, jo, 4. Mos gjenje 3, 4. Nuk më habit asgjë. është e njëta procedurë është vajza. Për këtë arsye, nga ky moment jeni të urdhëruar. Dhe atëherë do të qërohen mire sapet. Dakor të dy. Vrap, mjes, drejt, dark. Shpirti ju dali vrap. Dakor, edhe në maratonën e tjetër që të bëhet në Tiranë, do jeni pjesëmarrëse dhe do jeni fituese. Rëndësi ka pjesëmarrja. Importante e partecipare. Isha dhe unë. Ku ishe? Një lokal aty piva i kafë. Oke. Edhe unë isha, mora pjesë. Do numër. Po. E kam thash. Oke, jo. Edhe unë isha, nuk e di nëse kamrat nuk e di pse s'm kapën, isha i që u jepsha ujë. Merrni më pini ujë se u lodhet, kupton? Lekse, eveniment shumë i bukur vajza. Eveniment interesant i bukur. Tashmë është bërë tradit. Vetëm se kam i problem. Bllokohen rrugët, s'ka makina, bëhet maratona. Kësht Lum kushik nga Tirana që pjesë. Një natë para, jo në pikë zabaut. Vetëm se më shqetëson diçka, kam seriozisht, ajo me shaka. Që i fitojnë gjitha këto etiopianët. Etiopia. Vinë burra e gra me Etiopia, kape vrapo e ne fitojnë ato. Po ato 20 kilometra kanë shkojnë blejnë bukën mi të pas halla. Mos nuk pas kemi bukë për trekit të me. Shkona me 20 Prit ma pëse erda. Viu. Pa e vetëm Shqipëri, ha? Kanë lindur për atë. Kanë hyrë trend në Itali, në Francë, ku ka të parët janë, po që na gjeti. Kanë lindur për atë. Po që na gjeti. Kemi qënë me maratonën, në gjënë për mundje, pesh ngritje, për këto jemi. Për këto jemi. E me gjitha të ishë një eveniment sinqerisht i bukur, një tashmën kemi hyrë në kalendarin e gjithë sheteve që zhvillojnë një maraton interesante. Pjesëmarrje masive e njerëzve që tregojnë që është një kulturë e madhe sot vrapi, Në fakt, një syrë është për këtyre që të dëgjonin intervista e ndajnë aktivitetin fizik me atë interaktiv mashkull femër.
Pra, nuk është njësoj, thënë, se shumë nga ju ndoshta... Nëse do të dobësohesh ta, dil vrapo. Po. Nëse do të bësh shef, Nëse do të bësh shef, ri me partnerën tënde. Ndërkohë që shumë doktorë këshillojnë të kundërtën, po nuk e di, të gjithë po merren me këtë punë se kjo është këndvështrimi personal i secilit. Dinjeni pak. Vrapër në shkollë, vrapër në punë, vrapër të kafja, vrapër në takim, por ne nuk vrapojmë vetëm nga halli. Vrapojmë edhe për qejf, si te maratona e Tiranës. Por, si janë vrapuesit sot, a janë ata në formë, shkojmë t'i pyesim. Si shkoj gara? Mirë shumë, mirë. Perfekt. Sa kilometra? 21. Po si ndihesh tani? I lodhën. I lodhur. Po në asfalt nuk bojmë shumë gara, bëj vetëm 2. Prishtina maraton, gjysmë maraton e Tiranën. Ata e bëjmë me qef. Po që ke bërë shumë ndirë, ke vrapu do me thënë. Vrapu për qefë, por. Sa kilometra? 506.6, 10 km aq. Po kur thot gruaja ndonjëherë ose partnerja jote që thot, shko ma merr vrap një ëmbëlsirë, shkon me vrap apo jo? Me sprint o zemër. Ky vrapi të bën mirë për mendjen, Për seksin. për sek, Je egër. Mbeso. Ja me un grrr. Është e parë që më e pje? Po, 10 kilometra 1 orë e 9 minuta. Për këtë kazën këtu, autizëm. Hum gjithmonë në jetë apo dhe fiton ndonjëherë? E rëndësishme është pjesëmarrja. Ama prap me këtë pjesëmarrje s'ka arë për të fituar sot. Po thuj se gati 1 orë, morave avash. Ka rëndësi pjesëmarrja. Sa ta doni apo? Mjafton që prezenca. Rëndësi ka pjesëmarrja dhe ju si të gjithë domet. Jo, nuk jemi si gjithë tjerët, ne, sepse ka të bëjë me mosha. Një 55 vjeçar nuk mund të vrapoj me një 20 vjeçar që ta kuptosh. Por ne të vjetrit nuk dorëzohemi kurrë. Po të merrem në një aktivitet se e thylla krevatën duke ndenjur. Qa thua? Po. Gjithë ditën krevat, si pasha. Krevat. Unë jam 66 vjeç. Në moshën tënde, 66 vjeçarat, Lojnë domino kryesisht. cila është ajo gjëja më e mirë, vrapi apo seksi? Më ke bërë një pyetje shumë të vështirë, mund edhe t'i barazoj. Si e njerë? Mirë shumë. Po kështu dukesh, fizikisht do me thënë nuk e di. Njerëzit thonë seksi djeg shumë kalori. Kjo teori ka rënë poshtë. Njerëz në qoftë se doni të dihni kalori, bëni vrap. Në qoftë se doni të bëni qef, bëni seks. Kur të thot gruaja ndonjë gjë, shko më merr një ëmbëlsirë, ikën me vrap. Me vrap, se më bën për 5 minuta ti jesh në shtëpi. Çfarë thua? Ti pas ke minutazh gjë. I kemi marrë dhe në Athinë ato traditat. Sa keni fituar këtu? Që nuk vdiqem rrugës. Sa vrapuat? 190. 190. Që ke zjarë ti? Ça zjarri. Dëgjoj. Zjarr pas shiu. Unë jam maratonist, kampion. Cili është sekreti që të ka mbajtur pra fizikisht në formë? Është sporti, është seksi apo është ushqimi? Jo, janë të tëre bashkë. Nga je? Nga Tetova, Ke ardhur që nga Tetova me vrap apo jo? Më thuj dy. me vetur. Aha. Ka, pasi kisha ardhur me vrap. Tjetër do vi me vrap. Do vish me vrap. Ma premton, Ta premtoj. Vitin tjetër me vrap, Tetov, Tiranë. Fitove në lek. Lek, jo më fitova këtë. Sonde në dark, do të bëj mesazh burri se e lodhur me thënë drejt. Jo, do ma paguajt, ma bëjnë profesionistët. Kur të thot partnerja për shembull, shko merrem një ëmbëlsirë, shkon me vrap apo me hap? Nuk shkoj që të marr fare. Ëmbëlsira jam vet. Po kur thot gruaja shko merrem këtë gjë, du me vrap tani, shkon? Për gruan po me vrap. Më shpejt se sa maratona e bëj. Ti je fituesja e femrave në kategorinë femra për 10 kilometra. Po, Për sa e ke bërë sa minuta? për 36 minuta e 50 sekonda. Ishte një personal best për mua, pasi vjet e bëra më ngadalë. Je çdo vit pjesëmarrëse. Po, është edicioni 9 që bëhet vjet dola e dyta, këtë vit e para, par vjet kam dalë e dyta prap. Bravo. Para 4 vitesh e para, Bravo. Sa lekë ke kam fituar? qenë në podium. Do i ndajmë bashkë besoj, jo? Ke fituar çmimin e tretë pra, në kategorinë e 21 kilometra. 20 kilometra. 1 orë e 29. 1 orë e 29 minuta. Për mua ishte vërtet një eksperiencë e bukur sepse ishte hera e parë që unë bëj 21 kilometra në këtë disiplinë. Më pëlqyn shumë ato që tha, po shumë, nëse thot gruaja që ikën blek dhe mësi ikën. Me sprint, jo me vrap, me sprint. Madje i ulur në tokë. Bravo, gruaja. Shpejt bukën. E ka burra ky vend. Ç'e s'dize, po ja pra ç'ke vështi pistoletën. Pa. Ka burra ky vend, nuk ka kështu viu. Vajza, ju duhet kishit dalë maraton. Patjetër. Ju duhet të Duhet ishit ishit vajza atje, sinqerisht.
Ju duhet ishin. Jo sfilat, në maraton. Maraton. Se kishte edhe që shkum për sfilat. Unë që mbas 2013-ës nuk vrapoj dot për shkak të një operacioni Kisha unë ta shoqe, që e trajtun si sfilat. Bën ato fotot, ikën e djersës, I morë dhe i medalje i shoqës vetë bukit qafa. I postuni, këto tu ka shumë medalje. Bravo, edhe mas 3 vjetësh, ajde mushja mene ti aty në gjithë shofin postimet, që këto ka po vetëm foto. E gjithë atë nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është do të ketë një kulturë vrapimi në këtë vend. Marrja pjesë, mërbur, marrja pjesë. Masivitet, bukur. Duhet të ketë, ose fjala bie, për shumë tekniqeni. Bashkia ka bërë ato pisat e vrapimit. Spostoni pak më lartë. Mos dilni aty me bicikleta apo kujton. Janë për vrap. Lejnë e vrapuzve, apo të bicikletave, lejnë aty bicikleta gjinve. A mbon më janë? A mbon më janë? E çfarë veni jemi? Si jemi në vend, çfarë vend jemi dhe Si? Shqipëri e sapi. Shqipëri e sapi, minon, pëpse e bojë sapin, gjithë theks koreografik, që ku po Shqiponjën. Fotja minon, Shqipëri e sapi... Në the 100 ishte e sapi vogël, të është bërë e sapi. Që jam bo flet e sapi, të të morë që atje. Qëndroni aty, të shkojmë në Korçë. Lalka, qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.